Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV ku ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë në fokus disa histori dhe konkretisht do fokusohemi tek njerëzit e humbur. Ditën e sotme persona të cilët janë trajtuar përgjatë sezoneve në Pa Gjurmë dhe familjarët ende janë në kërkim të tyre. Do të jemi në veri të Shqipërisë dhe të treja histori qendrore që do vinë ditën e sotme janë nga veriu i Shqipërisë, por e nis programin me historinë e një të riu shkodran, Fran Marku, që regjia me njëherë do më ndihmoj me pasaportën e Fran Marku, 38 vjeçari nga Shkodra, i cili ka humbur kontaktet me familjen e tij janarin e vitit 2007. Ka kaluar plot 18 vite dhe ende nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e atij të riu që viti që humbi ka qenë vetëm 20 vjeç. Ndërkohë që me mua në studio është vllai i tij, i cili ka udhëtuar për qenë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë, zoti Geg Marku, dhe menjëherë dua ta përshëndes. Geg, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Në këtë kohë të nxehtë me temperaturat të larta, besoj e lodhur ditën e sotme, edhe orët që ke pritur në ambientet e Report TV. Falenderoj shumë i herë për ftesën edhe për çka keni bën deri në sot edhe po mundoheni me bën për vllajën tim. Se i lodhja për ne nuk ka asnjë lloj kuptimit. Ne jena shumë të respektuar për jush se na interesonin për familjen tonë, për djalin tonë. E në fakt, hera e fundi që ne kemi qenë të dy së bashku në këtë studio, ka qenë pikërisht momenti që u ndalëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Besoj e mban mend mirë. New Jersey, informacioni që erdhi dhe u dyshua se vllai juaj jetonte në këtë kontinent të largët. Unë të shpëtjep edhe se prej asaj ditit nuk kena komunikuar më bashkë. Unë të nesërmen kam shku dhe kam takuar zotnin në shtëpi. Por përpara se të më tregosh të gjithë historinë dhe takimin me atë qytetar që na dha atë informacion, dhe unë dua ta falenderoj përzemërsisht. Çdo qytetar që na telefonon dhe është i gatshëm të na ndihmojë për këta persona të humbur, i falenderojmë nga zemra. Kështu që në fillim të programit dhe pa e nisur historinë e Fran Markut, që regjia vazhdimisht do ta japi foton e tij, kushdo që e ka parë, kushdo që ka informacion, mos hezitoni dashurisht të lidheni me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Unë i jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të na shkruani dhe në faqen tonë Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Por kush është historia e Fran Markut, si humbja i kontaktet me familjarët dhe çfarë dyshoi familja? Unë dua të prezantoj një kronik që kemi përgatitur për të dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar historinë nga vllai i tij, por edhe informacion e fundit ku vetë zoti Geg ka takuar dëshmitarin i cili u lidh përpara disa kohëve këtu në live me Pa Gjurmin. Ndjekim të material dhe rikthehemi. Fran Marku është i riu nga Shkodra, i cili rezultoni humbur që prej vitit 2007. Nga fshati Fin, i Vaut të Dejës, Frani sapo kishte mbaruar 8 vjeçaren dhe qëndronte asaj kohë në shtëpi për t'u ardhur në ndihmë prindërve në punët e përditshme. Ishte viti 2004, ku njëri prej vëllezërve, i cili jeton në Itali, Ndreca, vendosi ta marrë me vete të vëllan, Franin në Pavia. Frani punsoi në një fabrikë të përpunimit të lëndëve drusore dhe punon aty për afro 3 vite. Kontaktet me familjen i kishte të rregullta. Ajo që e pengonte qëndrimin e tij të gjatë në shtetin italian ishte mospajisja me dokumenta. Në gusht të vitit 2006, Frani dhe Ndreca kthehen në AD për të bërë dasmën e këtij të fundit. Pasi bën dasmën, Ndreca dhe bashkëshortja e tij rikthehen në Itali, ndërsa Frani vendos të qëndrojë në Shqipëri. Ai vendosi të nisej në Volos të Greqisë në fund të shtatorit, ku qëndroi për afro 3 muaj. Afrimi i festave të fundvitit bën që Frani të kthehet në Shkodër për të festuar me familjen. Askush nuk i dinte planet e ardhshme të 38 vjeçarit, derisa ai pati pohuar kunatës së tij se unë do të ikë në një vend shumë të largët, iken e kam 100% të sigurt, por të lutem, mos i trego familjes derisa unë të shkoj. Familjarët kujtojnë se pak pas kësaj bisede, ndërsa ishin në shtëpi së bashku, Frani t'i bie telefoni dhe flet gjatë me një person të panjohur për afro 1 orë. Nga pasditja, rreth orës 17, Frani është parë të dalë nga shtëpia, por lë telefonin dhe në sirtar nuk i kishte marrë as parat. Ishte i nisur i veshur firmato dhe me vete kishte marrë vetëm pasaportën e tij. Kjo ikje e çuditshme ka mbetur në kujtesën e familjarëve si një mister që la pas Frani, që nga ajo ditë familja nuk ka as informacion lidhur me vendodhjen apo fatin e Fran Markut. Shokët e tij dinë të thonë vetëm të vetmin detaj
atë se dëshira 38 vjeçarit kishte qenë gjithmonë të shkonte në një shtet të largët, emrin e të cilit nuk e mësuam kurrë. Kështu ka humbur Zolli kontakti me familjen e tij, Fran Marku, një 20 vjeçar në atë kohë, i cili u largua dhe nuk ka asnjë lloj adrese në familjen e tij, dhe pse kishte shprehur dëshirën se do të largohej larg për të punuar, por familja shumë vite e kanë pritur dhe nga ai moment kanë kaluar plot 18 vite dhe ai ka mbushur 38 vjeç, por ende familjarët nuk e dinë se çfarë ndodhi me fatin e tij dhe kush ishte drejtimi i Fran Markut. I dashur Geg, dhe ndalemi tek informacioni i fundit, se është më i rëndësishmi. Ne kemi qenë në këtë studio kur i keni folur me dëshmitarin, i cili tha tekstualisht se këtë person më kujtohet fare mirë që e kam takuar në New Jersey në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ju fill pas emisionit keni shkuar dhe keni takuar. Kam shku. Dhe ma trego bisedën që keni bërë me dëshmitarin. I kam ik me vllajën të shtëpia edhe na ka prit mirë. Thotë të njëjtat fjalë që i tha dhe në studio. Unë tha ma ka prezentu, tha një djallë, tha aty tha të lokali, edhe më thot, to ma ke mundësi, thot me marrë më punë, thot se ka nevojë për punë. Kërkon të punë, pra, si pas dëshmis, Frani, po, kërkon të punë. Do ta rikujtojmë edhe një herë vitin, për çfarë viti bëhet fjalë? Për 2009-ën. 2009-ën, që i bie 2 vite pas humbjes, po? Edhe i tha po, hajde se isha të lyj, tha një objekt mall, tha dhe mora. E kam majtë, tha 5 ditë në punë, ka punu, tha ishte punëtor shumë i mirë, tha ishte djallë shumë i sjellshëm, tha edhe nuk flit të fort, thote, flit të pak kret. A ka qenë kështu vllai juaj? I njëjti karakter që përshkronte zotria. Edhe më thotë, në fund, thotë, ditën e 4, ditën e 5, thotë, nuk erdhi ki shoku, thotë, edhe isha vetëm me Franin, tha. Pra, ai e ka pranuar, ta përsërisim dhe për teleshikuesit që personi që ai punsoi quhesh Fran. Pa. Edhe se ishte nga fshati Vig i Shkodrës, dhe kishte ardhur në Shkodër, edhe vend linjen, ja kishte sqaru këtij zotnis. Që ishte nga fshati Vig i Shkodrës, që është vendlindja juaj, aty ka lindur Frani. Ja kishte cilësu dhe këtë gjë. Edhe më thotë, e kam pagu, thotë, edhe ka ik, thotë, për në Brëndës, thotë, për në New York. Për në New York. Brëndës, po. Ka ik, tha, se kishte për të dhanë shenjat e gishtave, tha. Ka ik të shtunën, tha, nuk kishte pare, tha, me pagu, tha, avionin, tha, ka ik, tha, me... Po, New Jersey me New Yorkun janë afër. Dy shtete që janë afër me njëra tjetrën. Po, ki e ka taku në, jo në New Jersey, e ka taku në... Ku ishte bërë takimi? E ka taku këto në... Florida? Jo në Florida, jo, është këtu ku ka shqiptar shumë. Boston? Po më kujtojt për qasin për ashtu. Po, Frani a largu mëra pa prej këtu... Unë kujtoj që zotria ka thënë në New Jersey. A jetonte në New Jersey dhe... Ka jetu në New Jersey, Frani, po ka ikte në këtë shtetin tjetër ku ka kënë ky... Edhe në Michigan. Në Michigan, po, në Michigan. Pra takimi kishte jetuar, si pas dëshmitarit në New Jersey, Fran Marku, ka udhëtuar në Michigan dhe do shkonte në New York. Bas të fjallëve që thot e zotnia, Frani ka ik me një italian nga Italia me pasaport italiane. Edhe më ka thonë, tha, më ka pytë, tha, qatë maj atë fus emnin që i ka marrë me pasaport italiane, apo të fusë pasaportën shqiptare, dhe i kam thonë, fut ma mirë pasaportën shqiptare se dhe të dalin punë. Sepse kjo është informacion i rëndësishëm. Momenti që ai ka udhëtuar nga Italia, ndihmuar nga një shtetas italian, nga Europa, ka udhëtuar drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka mbritur fillimisht në New Jersey, ai ka qenë me një pasaport italiane me një tjetër emër dhe mbiemër. Dhe ka pyetur shqiptarin, pra personin që ka punësuar që të dorëzonte pasaportën e tij si shqiptare, pra emrin e vërtet, identitetin e vërtet, apo të përdorte emrin italian që kishte hyrë në atë shtet. E kësaj pune tash se na ka humb një njeri ka humb jetën tash, ky djali që ka kenë me Franin atë ditë që e ka marrë në punë. Po. Rezulton i vdekun i shkreti, ka 2 vjet që ka vdek, se ky do të ishte guri kyç. Po ky tash unë kam zbuluar me kam fut njerëz të mitë dhe ja kena gjetë adresën, ka punu një shok i jemi në Amerikë. Me këtë person? Nga ishte me origjinë? Familjen është nga Lezhë. Nga Lezhë. Edhe s'pa ja përmend emrin, sa është... është larguar nga kjo jetë dhe ngushëllim e familjes.
edhe ai tash i ka pas, ai është misteri asaj gjaje që s'mund na me zbulu më. Toma, ky zotnia e kanë ekstradu dhe është këtu në Ka ardhur në Shqipëri e qartë dhe ka të vështirë tani për të ndihmuar për vllajin. Kam një shok mushtë është Michigan, ka 2 vjet 3 Do të dishte një që Michigani është një vend kaq shumë i madh sa jo të gjithë shqiptarët mund të... E falenderoj se ai ka punu shumë, jashtëzakonisht shumë, ka arrit me marrë shumë informacione dhe me taku shumë njerëz, me shqetësu shqiptar shumë në për t'i pyetur. Dhe ai deri në sot nuk ka arrit me gjetë asnjë lloj shqiptarit që ka thonë një Franin, Michigan. Por një interesim në polici, ndoshta me emrin e tij të vërtet, se ende ke le dilem, letrat në Shtetet Bashkuara të Amerikës i ka bërë me emrin e tij Fran Marku, apo ndoshta ka përdorur atë pasaport italiane me një emër dhe një mbiemër tjetër. Kjo nuk dihet, si ka vepruar Frani në vitin 2009, momenti që është paraqitur në polici për të dhënë shenjat e gishtave. Aty tash është puna, është vetëm hin në funksion vetëm shteti, po hinin ata punë, se me polici kush ka mundësi më shku mu interesu atje. Ata janë punë vetëm të Interpolit, po i zbuloj Interpoli, i zbuloj. E besoni se të gjitha këto informacione që kanë ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të ketë diçka të vërtetë që mund të jetë vllai juaj? Po të shaj në bazë të rrethanave, deklaratave që ka bën dhe vetë kur ka ikë se unë do të iku për larg shumë. Të bën të besosh. Mund beson tash ai nasa është gjallë, ai ka ikë larg shumë. Nasa është gjallë, do të Zoti është gjallë, ai ka ikë larg shumë. Ana tjetër është si s'kena që me diskutu, nësa i ka vdek. Nuk e urojmë këtë gjë. E urojmë, edhe ajo është... Sepse të gjitha informacione dhe shenjat që kanë ardhur janë shenja pozitive, është një dritë jeshile për Fran Marku. Edhe diqa më banë përshtypjet e Toma, se unë Tomën e kam taku disa herë, vjen të diqani, rrinë me mua, shumë njëri i mirë. Toma ka një gjanë që, se unë e kam folë edhe me 1 orë rrësh në telefon me te, disa herë. Toma nuk e nërishën mohabetin. Dëshmin. Ja, jo, dëshmin, nuk i ban as një pik, as një presi. Që të thotë është një dëshmi reale, e ka përjetuar atë gjë, e ka takuar dhe e tregon atë ngjarje ashtu siç është. Ai shkreti të shaj ka probleme dhe shëndetësore gjana, arrin me më thanë mu, që s'poj ashtu me Zoti me denua me e bona, se jam nis tot me bon diçka e qartë. Keqe, thot, po, unë e kam taku, thot, e ke gjalli 100%, thot, aja është në Amarik, thot, fjalla. Dhe urojmë që tjetë ashtu, por ta mendoshi dashur Geg, nësa i është në Amerikë, dhe të gjitha këto shenja që janë pozitive, vinë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe vllai juaj mund të jetë në Michigan, mund të ketë lëvizur nga Michigani, ai ka lëvizur në shumë shtete aty, New Jersey, ka qenë në Michigan, në New York, ne nuk e dim se ku jeton, dim që ndodhet në këtë kontinent të largët. Nga karakteri ti, duke u nisur që ju e njini më mirë, se jeni vllai, ishte i ftohtë, mund ta bënte këtë gjë që kaq vite mos kontaktonte? Po ku me dita, i ka qenë i rizët e 2 vjeç, se çfarë ftoftsijet ka pas mrena për mrena ai, tash unë nuk. Dhe çfarë jete? Kam thënë edhe disa herë, unë nuk kam pas, është i vetmi person në familjen time që nuk e kam njoft të krejt pak si karakter, se s'kam pas kontakte të forta, se unë kam jetu jashtë. Kur jam kthy unë, ai ka qenë në Itali. A s'ka pas as një shenjë për djali keqas, për... Jo, e qartë, mund të qenë djalë pozitiv, por... Po për i ftoft ka qenë pak. Ka qenë shumë i ftoft, sa nuk ki pas mundësi me i morë informacion. Nuk ka dhonë informacion, nuk ka fol pak kërejt. Por jam e sigurt, nëse ai ndodhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, shqiptara i ka takuar plot. Dhe mund ta njohin, dikush mund ta njohin dhe të na ndihmoj për një vendodhje të mundshme, për një numër telefoni të tij, kështu që më lejo të bëj një thirrje në këtë moment në këtë transmetim live për gjithë shqiptarët që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dashur miq, ditën e sotme jemi në kërkim të Fran Markut, një 38 vjeçar nga Shkodra, i cili fatkeqësisht figuron i humbur për familjen e tij që për janarit të vitit 2007. Ka qenë vetëm 20 vjeç kur Fran Marku u largua nga banesa e tij, mori pasaportën, nuk la një adresë, vetëm kishte treguar se do të udhëtonte shumë larg. Ka kaluar 18 vite nga ajo kohë dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Fran Markut. Por nga informacionet, dëshmitë që kanë britur në studion e emisionit pa gjurmë, dyshohet se ky ri shkodran mund të ketë përfunduar nga Italia drejt
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mund të jetojë aktualisht në Michigan. Ndaj kemi nevojë për ndihmën tuaj, kushdo që e njeh, kushdo që e ka parë, ndoshta imazhi i tij ka ndryshuar, fotoja të cilën ne kemi që familja na ka vënë në dispozicion është një foto e shkrepur kur ai ka qenë vetëm 20 apo 19 vjeç, shumë i ri. Dhe sot është 38 vjeç, sido që të jetë imazhi i tij mund të ketë ndryshuar, por ajo që është për të theksuar, në një foto syt janë ngjyrë kafe, në foton tjetër janë me ngjyrë. Syt e Franit janë me ngjyrë. Janë me ngjyrë, po. Dhe e mbajmë këtë foto këtu, se kjo është foto më e qartë, që syti ka me ngjyrë, është një shenjdalluese, le të themi, tek Frani. Kushdo që e njeh të dashur miq, qoftë dhe anonim, mund të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, por dhe nëse Fran Marku mund të njoftohet për këtë emision, mund të marrë guximin të kontaktojë sepse janë familjarë dhe konkretisht vllai i tij Geg Marku, i cili ndodhet ditën e sotme në studio me mua dhe sa herë që ne e telefonojmë i gatshëm për të kërkuar vllain e tij. Dhe ta mendosh Geg, nëse do ta kishe përballë pas kaq shumë viteve, të mendosh vlla për një nënë, për një babaj, por që fatkeqësisht jeta ju ka bërë të ndaheni kështu. E vështirë për ty edhe për atë, ndoshta ai e ka më të vështirë të thyej atë akullin dhe t'ju kontaktoj juve, se ju jeni të gjithë bashkë dhe e kërkoni tashmë. Nëse do e kishe përballë. Unë kam thënë edhe herë tjera këtu në studio, na nuk kena asnjë lloj problemit, vetëm ta kena gjallë dikon. Se ju nuk keni patur konflikte, nuk keni mërira me Franin? Jo, asnjë gjë mbot. Nas vetëm i tham Franit, nëse është dikun gjallë, ja uroj të jetë gjallë. I tham vetëm na lajmëro dhe asnjë gjë nuk don kush me të ndërhin jetën tonë, asnjë gjë. Po i tham Franit sot tu, për atë nanë që është të prit të sa vjetë e shkreta. Sa vjeç vajti nëna? 77. 77 vjeç. Edhe sot kur më thot ku po ik, nuk jam sheha sot. I thash, po ik në mision, i thash. Shkom, thëmë, i shala, thët, i shkreta. Qa me i thënë? Për atë nanë, veç për atë nanë, për gjithë familjen, mërë se janë vlezër, jena 5 vlezër këtu, tani 5 vlezër e motra në Itali, ata për atë një, për atë mes që ka nejtë, e ka jetu 2 vjetë 3 në shpi tyne, për vojza e djali i motrës, Sara dhe Samueli, që i ka rritë bashkë ati me të. Dhe sigurisht është i vetmi person që mungon familjes. Mungon familjes. Gjithë ata shtëpia plot që e presin. Unë uroj dhe me mesa, me gjë. Ç'a më bë? Unë uroj dhe shpresoj që ai të jetë ju bëjnë thirrje edhe gjithë shqiptarëve që janë në New York dhe në Amerikë. Ju lutem vetëm një foto, po nëse e shef dikush është vetëm një foto të nisë pa hin jetën e tij, mos të kenë problem as frikë për atë. Unë veç nisin një foto në emision edhe çdo gjë është e mbyllur, vetëm t'i shohim një foto se jeton dikun. Ne do i vazhdojmë kërkimet tona. Unë uroj që ditën e sotme të vinë informacione, të arrijmë të gjejmë një adresë të Fran Markut, mbi gjitha ai të jetë shëndoshë mirë dhe të lidhet sa më shpejt me ju. Ta uroj me zemër të gjë Geg dhe se të rrita Fran. S'ka problem. Do mbetemi në kontakt dhe uroj që nëna juaj të lumturohet, ta gjejë djalin e saj sa më shpejt. Shumë faleminderit. Pjetër Kodra është baba i 4 fëmijëve, 2 djemve dhe 2 vajzave. Natën e datës 9 gusht 2003, ai ka darkuar me 2 kushërinjtë e tij, Laze Daja dhe Ndrek Ndaja. Pas darkës ai shkonte te shtëpia e 2 kushërinjve. Në orën 1:45 të natës, Pjetri ishte nisur për të larguar nga shtëpia, ndërkohë njëri nga 2 kushërinjtë e kishte parë dhe ishte vënë pas, por Pjetri ishte zhdukur nga syt përtej errësirës, që nga ai moment Pjetër Kodra nuk është kthyer më në shtëpi. Pas pohimit të bërë nga Pjetri se do të largohej drejt Greqisë, familjarët nuk e kishin marrë seriozisht, pasi ai shpesh largohej dhe kthehej sërish në shtëpi. Fakt ky që lidhet edhe me një tjetër largim që planifikoi 2 vite para se të zhdukej përfundimisht, kur 57 vjeçaria aso kohe, Pjetër Kodra, u largua nga shtëpia për të punuar afro 8 muaj në shkozë të Durrësit, kohë gjatë të cilës nuk kishte patur asnjë kontakt me familjen, deri kur një person me emrin Yusuf e kishte kthyer në shtëpi. Pjetri sot është 78 vjeç. Shqetësimi i familjes mbetet problemi me shëndetin mendor që ai ka patur vite më parë, ndërsa është kuruar nga depresioni. Momentin që është zhdukur nuk merrte ilaçe, pasi gjendja e tij shëndetësore ishte përmirësuar, por largimi i tij i papritur për familjarët ka të bëjë me një rikthim të mundshëm të sëmundjes së tij, çka solli edhe zhdukjen e tij.
është historia e Pjetër Kodrës dashurmishta, e 8 vjeçari i cili fatkeqësisht rezultoni humbur për familjen e tij. Në studion time kam mbritur dhe i biri, Angelini, që menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Jemi të dy së bashku sot për të folur për historinë e babait tuaj dhe regjia na ka ndihmuar edhe me foton. Kjo është fotoja e fundit që ruani nga babai. Po, Fatkeqësisht. po, kjo është. Ka kaluar një kohë shumë e gjatë dhe nuk keni mësuar asgjë për fatin e tij. Jo, asgjë, alo. Fatkeqësisht ka kaluar 22 vite 22 po. dhe nuk jam pak nga momenti që ai doli nga shtëpia dhe humbi. Po, Unë dua të pyes si dashur, çfarë ndodhi nëse ju kujtohen detajet e datës 9 gusht 2003, ku është një datë që është skalitur mirë në familjen tuaj, në memorien tuaj, një datë që ju humbët babain. Çfarë ndodhi atë ditë me babain tuaj? Si humbët ju kontaktet me të? ishte mbrëmja 9 gushtit, ora 9 darkës ishte. Ka qenë mbrëmje, po? Po, mbrëmje, 9 darkës, edhe ky ka shku, babai im i vel, ka shku te kushtet e vet, se ka shku shpesh për darkë atje, në loqen ka bash, mrena Hemelit. Brenda fshatit? Po, mrena fshatit, ka shku shpesh te kushtet e vet, se i kena pas, edhe i kena kumari kushreje kështu, Po? e ka darku shumë herë atje, nërë e ka ndërk dhe ija, që ka fjetë të shpija këti kushenit, ka thonë që kena bon darkë, Pra, ai nuk ka humbur nga shtëpia e vet, Jo. por ka dal nga shtëpia e kushuririt dhe ka humbur. atë natë, me thonë drejtën, se kena ditë, se ka shku atje, po e kena mësu në nesit këtë gjë. Por atë natë kur babai mungonte në shtëpi, ju çfarë menduat? Menduam se shkote rrejtë të kushet, Si gjithmonë. ta pa vinë prap nesër, pas nesër, e shkote mirë me këta kushete, me shokët e vete. Po, Nuk u bë mërak shumë, me thonë se drejtë. nuk e mendoni që ai do zhdukej atë ditë. Po, edhe tha, ka kenë tha mram, tha për darkë, tha të na, tha, ka bo darkë, tha me vllajën tem, tha edhe me mu, tha se ja kanë shku mirë të nkuën bashkë. Ka dolë, tha mas misnotet, ka ura 2 e natës, që ka thonë e. Edhe, i jam vu mrapa, ka thonë e 20 metra, i kam thonë, më ka thonë kam punë, qyshet natë mrapa sa pokun mo. Kishte shfaqur ndonjë shqetësim babai juaj në shtëpi, ose kishit kuptuar diçka? E kam fjalën për nënën tuaj, ju keni qenë i Po. vogël dhe nuk i kujtoni detajet, por çfarë ju ka thënë nëna? A kishte shfaqur ndonjë problem? Nuk ka kenë keq shumë, me thonë drejtën. Pavarësisht që shkote të këta kushet, bëte dorë, vite prap në nesët, e shkoshin mirë. Po, 2 vite pore që me hum kret, Po. ka panaj 8 muaj në duar s'parë, ka kenë punë atje. Ishte larguar nga Po. shtëpia, pra nuk është hera e parë kjo largim, ai ishte larguar dhe një herë tjetër. Edhe po. herë tjetër, po. 8 muaj pa kontaktuar? Në vitin 2001, po. Ba me denoncime, më nej, e gjona kështu se thome se ka ikë prep, ati në duars me fjöllë, e më shkozet duarsit, ka panaj 8 muaj, Që punoi. po, A- pora 2 vite që me hum. Po, e qartë, a keni shkuar në këtë vend, jeni interesuar, ndoshta mund të ishte rikthyer aty? Ja, nuk ka mujt me gjetë fix e vend nullin ku ka panaj, se kam shku unë, po s'ka mujt me gjetë. Por, i dashur Angelino, ditën që babai juaj humbi, sigurisht në ato orë të vonë të natës, ora 2, askush në fshat nuk ishte, të gjithë ishin në gjumë, në banesat e tyre. Falë, për shpis tonë ka dollë ka ora 9 kushuriri, darkës. A te kanë kushuriri. vjerë? Ja, për shpis tonë, me fjallë, ka dollë ka ora 8:30 9 darkës. E darkës. Te kushuriri ka dollë Në orën ora 2. 2, po. Por, desha të thosha, në ato orë të vonë të natës, pra ora 2, që doli nga shtëpia e kushuririt, sigurisht që askush nuk e ka parë, sepse një orar që gjithë janë në shtëpi dhe janë në gjumë. Por, në fshat, qoftë në kuadrin e thashë themeve, doli dhe informacion për babain tuaj që ishte parë këtu, apo ishte para tije? Flas për ditët e para pas humbjes. Jo, vetëm e kusheni ka thonë që ka dollë nga ora 2 e natës, e kam njek me fjallë dërë të borri, ka thonë. Po. Kam shku pas dërë të borri, e dërë në fund të borrit, 20 metra, 30 metra. A ka në rëshirë, e kam këthy shpi, ka thonë, edhe më ndaj, Dua të pyes edhe një herë, Angelin, atë natë që babai juaj u zhduk, ka shfaqur në një shenjë depresionit e kushuririt i në mbrëmje që ka darkuar? jo. Kusherini thot jo, të shumë, ose Asgjë. kënë aty, ata bashkën bë dark, a i thot jo, absolutisht vetëm se i në ullë me fjetë, thot, ka dollë edhe Asgjë më shumë. nuk ka këthy, thot, më bën nesë mo, ka rotër poshtë me fjallë poshtë lagjës, Dhe ai rrugu të qonë? Rruga që ka marrë babai juaj atë ditë? qënë të stacionit të trajnit aty me fjallë që e ka nofra të stacionit të trajnit aty, ka hekur ullë edhe poshtë lagjës, nëse ka shku të shi Nuk dihet. zdijet gjë. Ju vetë si familjar,
çfarë dyshoni? Ai është larguar me një qëllim të caktuar për të shkuar diku për të punuar, por prap janë kaq shumë vite, janë 22, nuk janë pak, dhe të mendosh që nëse ai është gjallë, ndodhet diku sot është 78 vjeç, në një moshë apo për shkak të problemeve të shëndetit të tij, ndoshta i pavetëdijshëm dhe s'dihet çfarë ka ndodhur me të. Çfarë dyshoni ju vetë si familjar? Nuk ka se ka kënë e pavetëdijshëm asnjëherë faktikisht, vetëm se ka pas probleme, thash më përpara vite, më përpara me depresionin, se për i vetëdijshëm sa bë fjalë me humb rrugën në herë. Se unë e di, e kam damuar shallon se qysh i vogël e mbaj mend. Nuk ka bë fjalë kur me humb rrugë. Po qyshat natë e mbrapa faktikisht unë kam dyshu unë vetë se vllajën e kam pas jashtë shtetit atë kohë, në Greqi kanaj. Po. Unë kam kujtuar se ka shku në Durrës prap. Më shkozet Durrësit. Ma të mendën teme me nova 2-3 vitet e para. Mandej për ma gjatë, atje nuk është faqë gjatë, ka vdek, thojnë edhe i burrit që ka papunu të i Sufe ka pas emër nej. Në Durrës, në shkozet të Durrësit. I Sufe ka pas emër nej burri, jam interesu ka vdek e i burri. Aty kam pa kujtu me se ka shku prep. Nga që ka najt 8 muaj pa kontakte, thash mos ka shku prep. Mirë bos. Ai nuk është bëri gjallë ende dhe nuk dihet çfarë ka ndodhur. Fatkeqësisht me fatin e babait tuaj. Vetëm ishte i vogël, sa vjeç ke qenë kur babai humbi? 13 vjeç. Ç'a kujton nga babai? Kujtoj shumë gjana që ka dhënë edhe halle. Besoj që të ka munguar imazhi i tij. Patjetër, s'bëhet fjalë e punës. Që me bon, kështu është jeta, puna është që të shkru zotit, s'kena që bojnë. Sa fëmijë jeni? 4. 4 fëmijë, me jetë qofshi të 4. Duroj dhe shpresoj që ta zbuloni të vërtetën e babait tuaj, që çfarëdo që të ketë ndodhur, ju ta mësoni të vërtet. Më lejo dhe njëherë të jap të dhënat e babait tuaj. Regjia vazhdimisht po i jep pasaportën dhe foton e Pjetër Kodrës. Jemi në kërkim të Pjetër Kodrës, dashur miq, një 78 vjeçar shkodran, i cili fatkeqësisht figuron i humbur për familjen e tij, që prej datës 9 gusht të vitit 2003 doli nga banesa e tij në orën 21 të mbrëmjes, ka shkuar në shtëpinë, banesën e kushuririt, ku ka darkuar dhe ka fletur, dhe rreth orës 2 të mëngjesit të datës 10 gusht, ai ka dalë nga banesa e kushuririt në Hajmel, në fshatin Hajmel të Shkodrës, dhe drejtimi ngelet dhe sot e kësaj dite i paditur. Kanë kaluar plot 22 vite dhe familja Kodra është ende në kërkim të Pjetër Kodrës. Kushdo që e njeh këtë histori është i lutur të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. I dashur Angjelinë, në emër të gjithë familjes, të nënës, motrave, vëllezër, besoj që keni një mesazh që do përcjellni për babain tuaj sot. Inshallah që të këtë shu zoti se që kena me bo, që ka thori me pas me gjetë, edhe vdekun me gjetë pakën me ditë, mas hallit se jeta i kërë, se edhe pak moshe ka, a nuk është begi moshe male, po edhe vdekun me gjetë, do të isha i gëzumë, që ka thori i përqendet vogël, se në qef kena me pas. Një varë, e qartë kuptoj, vetëm të zbulohet kjo e vërtet. Ta uroj me zemër. Faleminderit se për ju, si na keni ndihmu, na keni. Dhe unë sinqerisht ta uroj me zemër, i dashur Angjelinë, që të zbulohet kjo e vërtet e babait tuaj, sepse është e dhimbshme kaq vite që ai ka humbur dhe askush nuk ka dhënë një informacion. Mirë, ne do mbetemi bashkë në kontakt. Të falenderoj. Po më fal, e do të llona i kam pas dimek se që më kanë thonë kështu mënyrë individe kështu për azilet e kombinatit dimek se. Kush ta ka dhënë këtë informacion? Si ka thonë fjalë, se jo se di në person. Dyshohet se babai juaj mund të ketë përfunduar në ndonjë azil? Po pra që folet. Ne mund ta verifikojmë që ditën e sotme këtë informacion për të kontrolluar të gjitha azilet apo shtëpitë të moshuarve, qoftë shtetërore dhe ato le të themi që janë fondacionet që investojnë për t'i kontrolluar dhe për të parë nëse ndodhet babai juaj, se kjo do ishte mrekullia nëse babai juaj ka përfunduar në një situatë rruge, mund të ketë përfunduar në një azil, në një qendër, në një shtëpi të moshuarve. Kjo do ishte lajmi më i mirë. Ndoshta kjo e dyshoni apo ju ka thënë dikush? Kjo gjë e kam dyshuar se ndoshta duke marrë edhe parasysh për shembull gjendjen e tij, thash ndoshta mos ka met në kështu fjalë kjo gjë, kupton se nuk pa them se mund të jetë e vërtetë, se po më kanë gjë, ju mund ta verifikoni se. Por shumë mirë që e the në këtë transmetim se mund ta verifikojmë. Mund ta verifikojmë dhe uroj të zbulohet diçka aty. Do ishte gjëja më e mirë për familjen tuaj. Mirë, unë të falenderoj që të pata në studio. Shumë faleminderit edhe për jush.
Mirë, dashur miq, me historinë pikërisht të Pjetër Kodrës, se kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë për të kaluar në reklama, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë për të vazhduar me një tjetër histori. Do të jemi në Malsinë e Madhe në kërkim të një të riu i cili fatkeqësisht rezultoni humbur për familjarët e tij dhe bëhet fjalë për Pjetër Culaj. Pas pak me mua në studio të jetë babai i tij, Ndos Culaj. Kalojmë në reklama dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë do të vazhdojmë me një tjetër histori. Do të jemi në kërkim të një të riu nga Malsia e Madhe, Petrit Culaj, dashur miq, i cili fatkeqësisht humbi kontaktet me familjen e tij kur ishte vetëm 19 vjeç në vitin e largët 1995. Kanë kaluar 30 vite dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij dhe nëse është ndoshta mirë ndodhe diku, ai bie të jetë plot 49 vjeç. Babai i tij, Ndos Culaj, ndodhet me mua në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Shëndetje gjithashtu. Uroj që të jesh mirë. Përshëndes ty për stafin tuaj, për punën që bani, jo vetëm për ne, por edhe për gjithë njerëzit që janë në nevojë. Ju përshëndes përsërisht. I dashur, Ndos, ne do jemi të dy së bashku sot për të folur për historinë e djalit tuaj dhe unë jam vetë nën dhe kuptoj që të thot një prind të ketë fëmijën e humbur. E vuani si çdo familjar tjetër që fatkeqësisht ka një person të humbur dhe sa herë që ke qenë me mua në studio sot e tu vetëm mbushen me lot dhe kur jam përballë teje, sinqerisht nuk ndihem mirë kur shikoj një baba në moshë që qan për të birin e humbur. Teta, edhe dikush thot ti pse me kjajt nuk je burr që kjen. Po ka vështirë. Edhe burrat qajnë. Ka vështirë se 19 vjeç ka kanë. Edhe na nuk kem ditë në i gjatë keqe për ta. Se shiko se si është puna, edhe kur des dikush, edhe kur dikush nuk është tjetër e thot, more po të kisha me a kujtua i fjalë të keqe, që do t'ishe ma i lehtësuar. Po nuk e kujtoj me i fjalë të keqe për ta. Kështu që është e vështirë, por nuk kena ka me shkua, kështu kena pas fatin. I dashur Ndos, përpara se të fillojmë me emisionin, ne u takuam në hallin e reportit dhe më pyete, sot kemi në një lajm të mirë apo të keq? Pyetja e parë që më bëre. Po, keq nuk kishe me dasht, po edhe me keni keq s'kem ka shkej. Kam thonë, edhe këtu në studio, në prezencë tante, kam thonë, dua vetëm të vërtetën, sa do e hidhun tjetë, dua vetëm të vërtetën. Po kjo e vërtet, ka e vështirë. Për të zbardhur dhe për të zbuluar. Të shti, kota punit, si me një maj të vitit që kaloi, 2024. jo këtina, po të katëshit, kena kanë këtu. Në është dhoni sinjal, Por përpara se të ma tregosh atë informacion dhe bëre mirë që ta sillim në vëmendje ditën e sotme që me shpresën që gjithë ata që janë duke na ndjekur mund të na ndihmojnë, më lejo të prezantoj një kronik, një material që kemi përgatitur për djalin tuaj Petrit Culaj dhe rikthehemi në studio. Sa po kishte mbushur 19 vjeç aso kohe kur Petrit Culaj doli nga banesa e tij në fshatin Zagor të Malsisë së Madhe dhe nuk u kthye më. I riu ju tha familjarëve se pasi të takonte një shok në Bratosh, do të niseshin bashkë drejt Greqisë, por Petriti nuk u bë më i gjallë. Kjo zhdukje e të riut nga veriu i vendit la pas shumë pikpyetje. Në fillim të zhdukjes së tij, familjarët hasën vështirësi me autoritetet vendase, lidhur me shpalljen e tij si të zhdukur dhe nisjen e kërkimeve. Kjo sepse aso kohe, policia pretendonte se nuk ishte të dhëna të mjaftueshme për ta deklaruar të humbur. Rasti i Petritit shkoi deri në gjykatën e rrethit Shkodër, nga ku familja bëri kërkesë për ta shpallur të humbur, mirëpo as atje nuk ju dha një zgjidhje. Gjykata e hodhi poshtë kërkesën me pretendimin se nuk disponoheshin të dhëna të mjaftueshme që ky person të rezultonte i humbur për autoritetet. Kalvari i gjatë i kërkesës së familjarëve vazhdoi deri në vitin 2015. Petriti ishte një djalë shtatlart, me floka çurrela, një i ri jo problematik, i qetë, ndërsa për të ishte hera e dytë që tentonte Greqinë. Ai kishte shkelur edhe më parë tokën greke, por u kthye me kërkesën e të atit. Familjarët ngrin dyshime për fatin që mund të ketë patur i biri pasi kanë mundur të zbulojnë se në komisariatin e policisë së Malsisë së Madhe
Denoncimi që ata kanë bërë për humbjen e djalit të tyre nuk ekziston më. Babai i tij, Ndoc Çulaj, edhe pas 30 vitesh, jeton ende me syt nga dera se mos i biri një ditë do të kthehet pranë tyre. Kjo është historia e Petrit Çulaj dashurmiq, 49 vjeçari nga Malësia e Madhe, i cili humbi kontaktet me familjen e tij korrikun e vitit 1995 dhe korrikun e këtij viti mbushen plot 30 vite që familja nuk ka asnjë informacion se çfarë ndodhi me fatin e atij të riu, atij 19 vjeçari i cili me plot ëndra kërkonte të emigronte nga Shqipëria drejt Greqisë, por fatkeqësisht nuk dihet nëse arriti ta bënte atë udhëtim. I dashur Ndoc, më the që majin e vitit kaluar briti një informacion. Informacion që ende nuk është zbuluar asgjë për djalin tuaj, fatkeqësisht. Nuk është zbuluar. Është pafësia jon apo diçka mangut, por nuk mujt me unë personin e kam takua. Dhe mund të më tregosh bisedën që ke bërë me atë person, me dëshmitarin i cili tregoi këtë informacion për studin e emisionit para gjumit dhe ju më pas e takuat personalisht? Ai tha, unë e kam takua te dyqani i burgut. Bëhet fjalë, t'japim dhe kohën dhe vendin dhe për ta rikujt Dyqani i burgut në Luksemburg. në Luksemburg, sepse audienca që po na ndjek mund ta ndihmojmë duke rikujtuar këtë informacion. Pra, bëhet fjalë që të ndihmoj dashur Ndoc, që djali juaj dyshohet se ndodhet në Burg, në Luksemburg, dhe një shqiptar i cili dhe ai ka vuajtur dënimin në atë burg ku ndodhet djali juaj, është takuar në dyqanin brenda të një burgut ku blien ushqimet. Dy fjalë shkurtna. E kam takua, tha, për më duk tha i lodhën. Rritë, tha, me krye ult, më duk t'i lodhën, ti, tha, i thash, tha, prej ka i, unë prej Malësisë Madhe, tha, më tha. A ke lidhje me familjen? Ja. Atë ka marrë madhi për njerëzit tu, për babën shumë, tha. Unë ma nejna, tha, nuk kam fol me ta, sepse më duk tha është i lodhën. Mirë po ishte, tha, një shef, nuk i të ngjenje me e thonë, po shefet, tha i thonë ka, po i thonë kështu, i burgut. Po. Edhe unë e pyeta, po kë, tha më tha, kë ka baj plagosje me thikë, ka baj 6 vjetë burg, ka dënua non, ka me baj edhe 3. Fjalla për atere. E qartë. Edhe unë tha ka gjdi. Mirë, a munesh me më thanë adresën e burgut. A i tha, i kërkoj qoqës, ma qënë telefon, po janë 3 burgje atje. Po, 3 godina. Nuk dihet se cila është jalla, por nuk mujt me Atëre, zotria që ti e ke takuar, i cili pretendon që shqiptarin që ka takuar në Burg, në Luksemburg, mund t'je djali juaj Petriti. Ai bazohet vetëm si ishte nga Malësia e Madhe, nga ngjashmëria, apo edhe ka pyetur dhe për emrin? E ka pa këtu, te emisioni, aty në maj sigurisht e ka pa. Maj në vitit kaluar, e mbaj mend, po? Edhe ai ka menua i kë është. Kë atje e ka pyet edhe i ka thonë, po, mirë, po, na kërkua me dhana ma shumë. E kishte pyetur për emrin, ishte i sigur dëshmitari që personi që kishte takuar që është Petrit? Nuk tha, unë s'kam pse me ashtu, nuk tha, por kë e lak biseden me kaq, se i tha me na jep adresën e burgut, na jep material për burgun, tash për ja u qaj, tha, se i kam të shtëpia. Nuk i qoj, nuk e di se si kje puna, edhe na s'kena komunikua ma me ta. Por, zotria që dha këtë dëshmin të regoj i dashur Ndoc që a ishte dënuar me 9 vite burg. Po. Pra kishte bërë 7, i kishin ngelur dhe 3 vite për shkak të një plagosje në Luksemburg. Por djali juaj në kohë humbje ka 30 vite. Po. Të mendosh që... Jo, nuk tha për ato të kaluamën e tina, nuk tha. Nuk tha. A kuptën, tha vetëm kaq. Ta shti ma vonë, unë jam kanë... Ndoshta mund jetë një shqiptar i cili
mund të vuaj dënimin në atë burg, s'ka lidhje me familjen, por që s'mund t'jetë dhe djali juaj dhe ai bazohet nga historia, ndoshta nga kjo ngjashmëri që Kjo është problemi i jonë, bile unë kam tentua dhe me ju marrë në telefon, për nuk kam arrit me u lidh, për me ju thanë që me nërhy, për bërë verifikimin në këtë burg, në Luksemburg, verifikimin, nëse ka ndonjë person me emrin Petrit Culaj. Po, sepse ambasadori shqiptar, Belgjik, Luksemburg, atë pelgun aty, është Ferit Hoxha, është për i malësisë madhe. Që shumë mirë, ne fare letë mund të kontaktojmë dhe Kupton. ta bëjmë të verifikime. Edhe me Pavokia, se në përmes jush, se na nuk kena fuqi, në përmes jush, mundet me skjarua. Deli diçka tjetër tashti, kur jam kanë korrik gusht, pak shtator kam kanë në Itali se kam bëjë operacion. O, të shkuara, jeni mirë me shëndet sot? Edhe natje më ka marrë një person prej Dukagjinit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Ai e kishte po atë emisionin që kena bërë këtu me një Po. Edhe thot, unë thot, marë përsipër që këtë person me gjetë. Se unë kam gjetë një vajzë në Izrael, kam gjetë një tjetër kështu më që. Na hime e dvetë me kush është kë. Akte se kam edhe djale në kështë. Pra, një person ju ka shkruar në rrjetet sociale, besoj. Po, ju ka kontaktuar. Morin telefon. Ai kërkon si vullnetar t'ju ndihmoj për të gjetur djalin apo kishte ndonjë informacion? Po, sakt. Edhe ai na pyet me në Greci, atje ku kita ata njerëzit që e njifshin, nuk folën keq për ta. Mirë, po prej atij momentit na nuk i kem thënë gjë. Informacioni është kë. Unë thot kam gjetë një njerin temi që ka bashkëpunim me shefin e sigurimit burgut. Për në Luksemburg? Luksemburg. Edhe i ka thonë, e ka pyet. I ka thonë, po, është X, Y, me emën e me mjemën. I ka thonë, Petri Culaj. Po, por e ka marrua dënimin edhe ka dalë për jashtë. Në ku ka shkua, unë nuk e di. Gjithsesi, ndodh. Kjo është hipotezë si mas... Ne i themi faleminderit nësa i ka bërë një verifikim të tillë dhe do ishte lajmi më i mrekullueshëm për familjen tuaj nëse do ishte kjo gjë. Por ti besojmë institucioneve shtetërore dhe jo njerëzve të panjohur ndonjëherë që na shkruajnë dhe nuk e dim se kush fshihet pas atyre dritareve. Mos ma merr për tërë. Jo, në mënyrë absolute. Për me sqarua këto gjëna, bëre mirë. Duhet që të marrin pjesë organet e shtetit, Ministria e Jashtme, Ministria e Brendshme, ambasadori, se ai nëse se ka dalë, ka thonë ai, nuk e dim se si për ka thonë ai, është me emën e me mjemën, zoja të ka dokumentat, me në burg, ku ka ba burgun, ka dokumentat, ta munen me verifikua, me thonë, po, kërë. Bëhet një verifikim, por do ta bëjmë pa tjetër të verifikim nëpërmjet ambasadës tonë, me një kërkesë që ju si baba do bëni, me ndihmën tuaj, ne do e dërgojmë dhe me shpresën për të bërë një verifikim. Si ta bajon kërkesën? Në atë burg, është fare thjesht, pas kuintave, do të ndihmojmë ne për ta bërë këtë gjë dhe për ta bërë të verifikim gjithje me shpresën se ndoshta mund t'je djali juaj, por më lejo dhe njerë të jap të dhënat e djali tuaj i dashur ndos, gjithje me shpresën që dikush që po na shikon dhe e njeh këtë histori mund të na ndihmoj me informacione. Jemi në kërkim të Petrit Culaj, dashur miq, një 49 vjeçar nga Malësia e Madhe, i cili fatkeqësisht ka humbur kontakte me familjen e tij në 20 korrik të vitit 1995. Ka kaluar plot 30 vite dhe ende nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, një i ri që ka qenë vetëm 19 vjeç. Mirë, do të jemi ndoce edhe për pak minuta, sepse dua që ditën e sotme të përcjellësh edhe një mesazh, por më lejo të bëj një shkëputje. Dua të prezantoj një suplement ushqimor, bëhet fjalë për prostatolin dashur miq, i cili është i destinuar për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në funksionimin dhe problemet e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe rikthehemi sërish bashk live. Jemi sërish bashk live dashur miq dhe po vazhdojmë të flasim për historinë
E të riu nga Marsia e Madhe, Petrit Cula, i cili humbi kontaktet me familjen e tij në 20 korrik të vitit 1995. Baba i tij këtu në studio me mua, zoti Ndoc, po tregon dhe informacionet që ka marrë ndër vite për djalin e tij. I dashur Ndoc, dua ta përmbyllim me një mesazh që ndoshta ju drejtohesh gjithë qytetarëve që mund të di diçka për djalin tuaj, kanë informacion. Zojë në kjo, unë jam drejtua dhe drejtuam, edhe bile më banë me hi aty. Kishte në Facebook mesazhe me këtë rast. Atje mesazhe sa s'kishte burë me i nalë, me lexuat tana. Edhe janë prapë. Mesazhe që kanë ardhur në adresën e familjes tuaj. Mesazhe që kanë ardhur, i shkalla po bashkohet. Një bon një, i si gjonash. Të besoj, të besoj. Gjonash shkurt, na mesazhet janë aty. Qytetarë cilët preken kur ju dëgjojnë dhe ju shkruajnë. Problemi, për mua problemi është kë, sepse koha është e shkurtë, nuk do të na lejojnë koha me pas ata që po kërkojmë na kërkojmë nëpërmes shtetit, të marrin masa, të kontrollojnë të burgjet, të kontrollojnë ku mundet me kanë, sa mundet me kanë një tjetër, po kur mundet me kanë një tjetër, ai tjetëri ka emnin, nuk e ka emnin e babës nëc, e ka tjetër nësh. E qarë, ditëlindja, data, muaj, janë gjëra që verifikohen. Verifikohen Këtë drejt, por unë të preptoj, sepse kemi ardhur në fund, që do ta bëjmë të verifikim së bashku dhe uroj ta zbulosh të vërtetën e djalit. Falenderoj Ndoc. Këtë dua, faleminderit. Falenderoj. Mirë, me historinë e Petrit Culaj dashumishe, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish. Ju e dini që Pajgjuri vjen çdo ditë live, ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.